Situata me pacientët që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit po shkon drejt stabilizimit, ndërsa zyrtarisht uji është i pishëm që nga dita e premte. Paralelisht me këtë, spitali ka përfunduar të gjitha procedurat e dezinfektimit dhe po pret konfirmim përfundimtar nga Ministria e Shëndetësisë për të hapur sallat operative. Në 24 orët e fundit, numri i pacientëve me simptoma helmimi apo shqetësime të ngjashme ka pësuar rënje të dukshme. Drejtuesit e spitalit konfirmojnë se nuk ka pasur raste të reja me komplikime apo hospitalizime të rënda. Sa i përket sallave të operacionit, në spital është kryer dezinfektimi i plot, horizontal dhe vertikal. Të gjitha monstrat janë marrë dhe aktualisht po pritet vetëm konfirmim nga Instituti për Shëndet Publik dhe Ministria e Shëndetësisë për të rinisur ndërhyrjet kirurgjikale. Zyrtarisht kemi ujin e pishëm për ditës premte. Rastet janë, numri i rasteve është zakonisht i vogël. Brenda 24 orëve kemi pas në repartin e infektologjisë vetëm 8 raste, kurse në repartin e pediatrisë vetëm 7 raste. Hospitalizime të reja nuk kemi, pacientin me komplikime nuk ka pasur. Ditën e shtunë kemi bërë dezinfektimin horizontal dhe vertikal të sallave, domethënë është bërë pastrimi i dezinfektimi i sallave. Kemi marrë edhe mostrat, tash presim një konfirmim nga Ministria e Shëndetësisë, na konfirmojnë ato dhe të fillojmë të hapim sallat, të vendojmë në funksion për intervenimet kirurgjikale. Kur pritet hapet sallat? Me siguri ose sot, eventualisht nesër. Ne jemi në gatishmëri, ne jemi gati, kemi kryer këtë procedurat për hapje, vetëm presim konfirmimin nga Ministria e Shëndetësisë. Nga ana tjetër, Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se Ministria nuk do t'i publikojë rezultatet nga analizat e ujit në Gostivar, me që ato janë në pronësi të ndërmarrjes publike komunale dhe qytetit të Gostivarit. Megjithatë, ministri njoftoi se Ministria do t'i publikojë më 20 gusht të gjitha të dhënat për epideminë. Самите резултати от изпитуването на водата се собственост на явното комунално предприятие Гостивар и на градот Гостивар. Оно што Министерството ќе го објави е резултатите што бе релевантни за епидемијата, а тоа е од 1 јануари 26 година до врвот на епидемијата. Меѓутоа не гледам проблем да, бидејќи тие се дневни контроли, да бидат објавени од, можам да сугирам и на јавното комунално и за Центарот на јавно здравје тоа да ги објават. Значи нема ништо спорно, како што јас ќе ги објавам сите што ги има правено Центар за јавно здравје оваа година. Se NPK Komunalec ka pasur kontrat me Qendrën për Shëndetim Publik në Gostivar, u konfirmua ditë më parë nga Qendra për Shëndet dhe Komuna e Gostivarit. Se pse nuk u dha alarmi më parë që uji në Gostivar nuk është i pishëm, tashmë është duke hetuar prokuroria, pasi në bazë të kontratës, Qendra për Shëndet Publik është dashur të bëjë analiza 2 herë në javë. Pompat u vendosën më 25 qershor, ku edhe dyshohet se u helmua uji në Gostivar, ndërsa pacientët e parë shfaqën simptoma më 14 korik ose rreth 20 ditë më pas.